kush është vetë yzeiri jashtë bankave të shkollës dhe në shoqërinë e përditshme? Unë jam Izeir Ciapi, jam lindur dhe rritur në Lushnjë dhe vazhdoj arsimin profesional në qytetin e Lushnjës në shkollën Hasan Gina. Këtë të shtunë, personazhi në fokus sjell historinë e një të riu që po dëshmon se suksesi ndërtohet me punë, përkushtim dhe dije. Vetëm 17 vjeç, Izeir Ciapi nga Lushnja, nxënës i vitit të dytë në shkollën e mesme profesionale Hasan Gina në degën elektroteknik, është një shembull frymëzues për bashkëmoshatarët e tij. Me mesatare 10, ai spikat jo vetëm në bankat e shkollës, por edhe në praktikën profesionale, ku ka zgjedhur ta kthejë dijen në një eksperiencë konkrete pune. Mes miqve njihet si Ziku, djali i projekteve, i aktiviteteve dhe ideve. Aktiv në jetën shkollore me energji, pasion dhe vizion, ai është portreti i një brezi që përson se arsimi profesional hap dyert e së ardhmes. Në një rrëfim të sinqert për gazetarin Dreqim Gjoshi, Izeiri flet për ëndrat, sfidat dhe objektivat e tij, duke përcjellë një mesazh të fortë për të gjithë të rinjt. Arsimimi është investimi më i madh për të ardhmen, ndërsa dija është çelësi i suksesit. Një histori motivuese, një adoleshencë me ambicie dhe një shembull që meriton të jetë në fokus. Mos e humbisni këtë të shtunë në orën 21, vetëm në televizionin Apollon, personazhe në fokus, aty ku historitë e suksesit marrin zë dhe frymëzojnë të ardhmen. Elektroteknika zë vend në të gjitha këndvështrimet tona. Nëse ne jetim sy të vërtall, patjetër ne do shohim ndryshime ndryshme, do kemi pajisje elektronike, pajisje elektrike, pra kemi të bëjmë që nga pjesa se themi pajisjeve të imta apo të vogla që kanë të bëjnë lidhje me elektroteknikën e deri tek industritë e mëdha.